Baton Haxhiu është një nga analistët që ka ditur të ndezë diskutime të forta, si në Shqipëri, ashtu dhe në Kosovë. Edhe pse shpesh qytetarët akuzojnë mediat që e bëjnë Batonin pjesë të paneleve të tyre, analisti është shprehur se ai do ta thotë të vërtetën e tij, sado që dikush e pranon e dikush jo. Për shembull, në Shqipëri, analisti ka pasur përplasje të forta me liderin demokrat, Sali Berisha. Ky i fundit e ka akuzuar Baton Haxhiun se është bashkëpunëtor i ngushtë i Edi Ramës dhe Hashim Thaçit dhe i ka suportuar në planin e tyre për ndarjen e Kosovës. Ndërkohë, Batoni nga ana e tij ka treguar se si filloi përplasja e tij me Berishën. Çdo gjë ka filluar pas një ligjërate që Batoni mbajti në një universitet privat në Shqipëri, ku tha se Berisha nuk mundet të flasë për varfërinë, pasi nusja e djalit të tij publikon foto nga plazhet më të shtrenjta në botë, ku nuk shkon dot as Beyoncé. E nëse kjo deklaratë ka bërë që mes tyre të ketë një përplasje, deklarata e fundit e Batonit për familjen Ashari dhe akuzat ndaj kësaj familje kanë tronditur jo pak shqiptar. Baton Haxhiu ka folur në lidhje me përfoljen se Murati Ashari, profesor dhe pasardhës i familjes heroike i Asharit të Prekazit të Drenicës, mund të futet në politikë. Analisti tha se familja Ashari nuk ka lënë gjë pa marrë prej Kosovës për shkak të sakrificave që kanë bërë gjatë luftës. Boll kanë marrë nga Kosova Asharët, tani çapo duhet më u bë pjesë e politikës, është shprehur gjatë intervistës analisti. Këto akuza për familjen Ashari kanë nxitur reagime të shumta në rrjetet sociale. Po ju, si e vlerësoni deklaratën e Baton Haxhiut? Për më shumë, mund të lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.